për te çdo imagjinate këta kanë bërë para pa fund. Dhe këta e meritokën damkën non grata dhe të rrezikshëm për sigurinë kombëtare amerikane, jo më pa të Shqipërisë që ka marrë lumi, për sa kohë që sundojnë për te çdo dëshushmërie domethënë. Këta e meritojnë vetëm atë damk. Po dhe pjesën tjetër që de facto për mua Berisha ai ka marrë akuzën, po de facto është një proces gjyqësor. Besoj nuk do e kaloj datën 5 maj. Me lojra procedurale nuk mund të shtyhet përballja me të drejtën. E të fshihesh ti e drejta vjen vetë pasaj. Vjen një moment kur ke bërë padrejtësi e drejta të kërkon. Dhe nuk mund të fshihesh drejtës. Dita e gjykimit për Berishën do të vi dhe për mua ka ardhur. Pra, ka shtyrë me procedurë. Deri tani në mënyrë të padëgjuar, një seancë para përgatitore por edhe 7 muaj. Nuk ka bërë vakim parë. Precedenti më i rrezikshëm që ne japim. Drejtësi e vonuar, drejtësi e harruar. Vetëm e vetëm që ta përdori në fushat. Pra nuk po shkon fushat me thelb, me një ringritje, nëse ka ringritje. Pa komplekse nëse janë akuzat që nuk qëndrojnë. Por po hyn dhe po përdor dhe fushatën edhe partinë e tij vetëm për të asjansuar të kompleks, për të shmangur përballje me drejtën që mund të jetë edhe për te Shqipërisë një përballje nesër. Është një përsëritje në formën e financimit të kontratës parë, me Muzin kompani, me Binjatën e tjerë. Pa që nuk u morë vesh kur financimi, po që dolin ca firma tjera offshore, ca financime ruse e tjerë, dhe që u mbyll padrejtësisht nga gjyqtar të njihen afër familjes tij, dhe që sot janë përjashtuar nga vetmingu si padenj. Pra kemi një politik që vetëm në retorik tenton të jetë deri diku antikorrupsionit, po dhe aty jo, ka një retorik agresive, të pandryshueshme, me qasjet akoma më me mlef, që mbjell dasi ndërmjet shqiptarëve, mbjell frikë për të ardhmen, dhe një financim i cili i thot shqiptarëve që ne, me forcën tonë paras, ne kemi të drejta e drejta ënë që ndron ke forca e paras. Pra, burën që kanë fuqi të financojnë për te çdo lloj imagjinate, avokat fuqishëm siç mendojnë, lobist fuqishëm, të cilët në fundit janë aty për atë biznes, por që mendojnë që ata do t'i përfshin nesër ligjërisht. Kjo kontratë për shumën që ka, pra është 10 herë më e madhe se një kontratë normale. To variojnë për kuriozitet shikuese nga 10 deri në $100,000 në muaj. Kjo ka kaluar $250,000 në muaj. Edhe shtetet nuk kanë financuar kontrata të tilla. Tani ne kemi drejt të dimë nga vijnë këto para dhe përse po tolerohet ky person me këto para, në këtë moment rëndësishëm fushate, të garojë duke u financuar në mënyrë palikshme dhe duke shkelur në një të kushtetutës, kjo është barazia në zgjedhje. Pra kur themi financim, financimi duhet të jetë i drejtë për gjitha palët, pavarësisht që ne kemi vetëm 2 palë kryesore, që kanë okupuar të gjithë tregun politik. Po dhe këto 2 palë, edhe pala tjetër dhe PS-ja, nuk mund të rinë indiferente si shpori, dhe pa treguar që dhe ajo meriton, ose ka merituar të rinë pushtet pak në deri tani, e meriton të jetë në garë për zgjedhje, për arsye se kundërshtari bën ato golin më të madh, dhe kjo parti nuk e ngre zërin, e thot këtu fushata mbaron, personi shkapur me presh në dorë, apo partia, fakti që kanë lënë mul nokën për gjë kaq të rëndësishme, dhe pa i marrë leje besoj koalicionit, dhe pse është fiktiv. Ata 20 sa tjerë për mua nuk kanë rëndësi, janë bishta fiktiv, figurativ, për krijuar idenë e një koalicionit madh, idenë e një koalicionit popullor që shpreh zemratën popullore e tjerë, po në fakt janë thjesht shërbyes dhe satelit pa vlerë partisë kryesore dhe të Berishës, për të treguar që ne nuk mund të vazhdojmë mbi këtë, po them,
autogol të madh, po ligjor me të gjitha, jo vetëm moral, po ligjor. Vazhdojmë të pasqaruar këtë situatë. Nëse PD-ja merr një numër të caktuar votash dhe besoj po u la e lirë kështu, mbas edhe këto financime kanë ndikimin e saj. Si do të konsiderojmë nesër pushtetin e PD-s? Të likshëm? Po këta druan për të prishur stabilitetin politik. Jo, ky s'është më stabilitet politik. Ky është stabilitet i palishmërisë. Ku e palishmja bëhet hapur, bëhet kroç edhe nuk ndalohet. Momenti që kapesh me përshëndor, bile ne parashikojmë dhe kodin tonë procedurës penale, çdo person, që nga presidenti i Republikës, kur kapet duke kryer një krime të rënda, që aty arrestohen. Pastaj ka procedura të tjera që e mban apo të gjendje. Po në këtë moment kanë për detyrë të gjitha forcat politike dhe partitë e reja nuk i shoh të investohen, thonë, ne po konstatojmë një nga skandalet më të mëdha të politikës shqiptare. Dhe për të arsye, ne kërkojmë një prononcim sa më të shpejtë, mbase me task force, po të zbarur të vërtetën, dhe për këtë më shton dhe bindjen sjellje e PD-s, që ka minimumi 6 ditë, jo vetëm që nuk ka hapur temë, por ra fare në prononcime publike, në aktivitete elektorale të tjera, dhe vetëm sot është ngritur me ulurime pasaj në mitingun e Elbasanit. Pra gjithë kjo retorik politike, gjithë çfarë lexuam, mënyrën si është ngritur, si financuar, kjo kontratë ka probleme me ligjin shqiptar për sasinë e parave, që është jashtë ligjit, dhe për burimin e saj. Në Amerikë do ketë problem nesër për korrupsion në lidhje me funksionarët e lartë, por ata që duan të ndikojnë, po ata janë treguar kujdesen të mos e shënojnë, duan të ndikojnë në ndryshimin e vendimarrjes së ekzekutivit amerikan. Kjo është ligjërisht. Në reagimin e saj fillestar, Partia Demokratike theksoi se kjo është një mbështetje nga shqiptarët që gjenden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më pas doli një garantues si Nureddin Seci. Nga ana tjetër ju përmendët faktin që kjo ka shumë gjasa që këto të jenë paratë e familjes Berisha dhe jo kontributi shqiptarëve. Sa mund të qëndrojë një gjë e tillë, pra që mund të jenë paratë vërtet të familjes Berisha dhe jo të shqiptarëve që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po të ishin paratë e tyre, do të ishin emër në listë. Tani besoj janë duke punuar të vënë emër në listë. Ju mendoni që për një javë mund të mbledhen $750.000 për të paguar, se thuhet kontratë që në momentin e shkrimit të saj në 4 prill, ku ka qenë, do paguheshin 3 muaj për adhënie, nga 250-750. Ju mendoni që mbledhen këto për një javë? Unë nuk e besoj. Kam të gjithë drejtën e Zotit të dyshoj që këto nuk janë para pastra, nuk janë shqiptarëve, por janë të dikujt. Janë të dikujt dhe besoj ky dikush është një nga persona për cilët unë kam bindjen kryesore dhe absolut është personi iniciator i këtij sistemi gjysmë demokraci, po që është anarshi edhe korrupsion i gjallë, personi i cili është bërë frymëzues, idealizues edhe garantues i këtij sistemi, që është Berisha dhe familja e tij e korruptuar, të cilës nuk i mbarojnë dhe pronat që i dim ne,